Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ndërprerja e rrugës drejt Bashkimit Evropian, përkeqësimi i marrëdhënieve ndërretnike dhe cënimi i parimeve themelore të marrëveshjes paqësore të orit janë çështjet kryesore të trajtuara në Bruksel nga nënkryetari BDI-s Bujar Osmani. Sipas tij, gjatë qëndrimit në kryeqytetin e Bashkimit Evropian do të flasë me përfaqësues të Komisionit Evropian, përgjegjës për zgjerimin e Unionit dhe për eurodeputet mbi këto shqetësime. Kjo për të ngritur dy çështjet kryesore në Maqedoninë e Veriut, të cilët janë zhgënjyese për të ardhmen e vendit, prishja e marrëveshjes paqësore të Ohrit dhe ndërprerja e rrugës europiane, dy këto tema të cilët janë në themelin e mirëqenies dhe të ardhmes sigur të qytetarëve, dhe shpresoj se kjo do ngre alarmin dhe fokusin e Bashkimit Evropian për të ndërprerë këto dinamika. Deklaroi Bujar Osmani. Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron Prishtinën zyrtare se bllokimi i vazhdueshëm politik dëmton besimin në institucionet e Kosovës. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se po i ndjekim nga afër zhvillimet. Do të donim të shihnim të gjitha grupet politike të bashkëpunojnë për interesat më të mira të popullit të Kosovës, tha një zëdhënës. Kosova do të mbajë zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 7 qershor. Ato u shpallën pasi kuvendi u shpërnda automatikisht për shkak të dështimit për të zgjedhur presidentin e ri brenda afatit kushtetues. Një mundësi për të treguar sa i rëndësishëm është unifikimi i Europës është komenti i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama gjatë samitit në Armeni të Komunitetit Politik Evropian. Është një tjetër samiti i Komitetit Politik Evropian, një tjetër mundësi për të ndarë ambicjet dhe shqetësimet tona të përbashkëta, ndërkohë që është një shans tjetër për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa e rëndësishme është të ecet përpara në Bashkimin Evropian. Duhet të shohim se çfarë qëndron realisht pas dhe ndërkohë është e qartë që kështu siç janë gjërat, NATO-ja duhet të mbështetet më shumë në pjesën europiane, deklaroi Edi Rama përpara fillimit të takimit. I pyetur se çfarë mund të ofrojë Bashkimi Evropian vendeve që aspirojnë antarësimin, Rama tha se kjo lidhet me forcimin e Europës. Kryeministri i Shqipërisë vlerësoi se një Bashkim Evropian që nuk është i plot është më i dobët dhe më i cënueshëm. Bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka njoftuar nisjen një operacioni në ngushticën e Ormuzit me qëllim sigurimin e kalimit të lirë dhe të sigurt tanive të bllokuara në këtë zonë strategjike. Nisma e cilësuar si humanitare vjen një kohë tensionesh të larta në lindjen e mesme dhe synon të ndihmojë vendet dhe kompanitë që nuk janë të përfshira drejt për drejt në konflikt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi të dielën se SBA-ja do të nisë një operacion për të siguruar largimin e anijeve nga ngushtica e Ormuzit. Në një postim në rrjetin e tij social Truth Social, Trump tha se bëhet fjalë për një nismë humanitare që synon të ndihmojë vendet që nuk janë të përfshira në konfliktin në lindjen e mesme. Ai paralajmëroi gjithashtu se çdo përpjekje për të penguar këtë operacion do të përballet me reagim të vendosur. Irani paralajmëroi të hënën në mëngjes se çdo përfshirje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në menaxhimin e transportit detar përmes ngushticës së Ormuzit do të përbëjë një shkelje të armëpushimit, duke hedhur poshtë rolin e propozuar të Washingtonit në rrugën ujore. Kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës Jashtme të Parlamentit Iranian, Ibrahim Azizi, hodhi poshtë idenë se rruga ujore mund të drejtohet nga Washingtoni, duke thënë se ngushtica e Ormuzit dhe gjiri persik nuk do të menaxhohen nga postimet iluzive të Trumpit. Askush nuk do t'i besonte skenaret e lojës së fajësimit, deklaroi kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës Jashtme të Parlamentit Iranian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.